Këneta nuk ka shans të votoj. Me këtë mesazh ju drejtua kreu socialist Edi Rama qytetarëve gjatë një takimi ku u prezantuan kandidatët socialist për deputet në qarkun e Tiranës. Rama tha se në 11 maj shqiptarët nuk duhet ta hedhin votën te Këneta, por as te moçalet e tjera që janë krijuar aty ngjitur me Kënetën. E keni vënë re vërtet udhëtojmë pa viza, por ndërsa kalojmë aty përballemi me atë policin që presin në radhë dhe na thon sa lek ke me vete, ke prenotuar hotel, sa ditë do rrini, kur do ikësh. Për ati pa hyrë mirë të thonë kur do ikësh, ndërsa me atë pasaportën europiane në xhep, ti kalon aty pa pritur radhën dhe pa të pyetur kush kur do ikësh, tha Rama. Në vijim kreu socialist i ka bërë thirrje qytetarëve që në 11 maj të lënë bufin e Kënetës në fatin e vet, ndërsa me votën tuaj buzëqeshini fatit europian të Shqipërisë. Merrni, shikoni skuadrën tonë. Lista jone mbyllur është me njerëz të rinj dhe të reja. Ka më shumë gra dhe vajza dhe ka brenda filozofinë e kësaj skuadre dhe vizionin ton. Si një parti e re, ne me këtë skuadër kemi bërë investim për PS 2030. Shikoni listën e mbyllur të atyre të Kënetës. Lista e tyre është si një grop në pemë, ku rri bufi i Kënetës dhe pastaj dalin bufat e vegjël. Kjo është një listë për opozit, që kur të humbi bufi, të mos ketë asnjë aty që t'i thot bufit, boll, tha Rama.